Ndonse për dikë protesta e lidhjes së sindikatave për rritjen e pagës minimale në 600 euro ishte e suksesshme për VMRO-DVMN. Kjo ishte debakëll i përbashkët i sindikatës dhe LSDM-s. Deputeti Brane Petrushevski thotë se protesta e sindikalistëve e organizuar dhe e mbështetur nga logjistika e LSDM-s ka përjetuar fiasko. Sipas Petrushevskit, dështimi i protestës është dëshmi se qytetarët nuk bien prej skenareve politik dhe nuk lejojnë që të keq përdoren nga LSDM-ja. Për Petrushevskin, këto janë përpjekje të dështuara të LSDM-s për t'u kthyer në lojë. Deputeti thotë se në protest nuk morën pjesë punonjësit, por ata ishin thjesht ushtar partijak të opozitës. Qytetarët i kuptuan manipulimet dhe e injoruan teatrin politik të LSDM-s, duke i dërguar mesazh se ky lloj abuzimi prej kohësh nuk kalon më. Lidhja e sindikatave në vend që të jetë mbrojtëse të drejtave të punëtorëve u shndrua në mazh të LSDM-s. Teatri LSDM-s dhe LSM-s nuk është një luftë sindikale, por një abuzim politik ku LSDM i shfrytëzoi punëtorët për pikë dhe qëllime politike, ndërsa problemet reale të punëtorëve i la të pasgjidhura. Kjo nuk është hera e parë që VMRO-DVMN akuzon lidhjen e sindikatave për afërsi me partinë opozitare. Partia në pushtet më herët ka akuzuar se kreu i lidhjes së sindikatave, Slobodan Trendafilov, përmes protestave po mundohet t'i kthej borxhin LSDM-s, e cila e solli në krye të kësaj sindikate.